Zoti Merkoçi, sot Edi Rama, i cili ishte iniciuesi kryesor i shkarkimit të Erion Veliajt, ka vlerësuar vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila e la në detyrë Erion Veliajn duke hedhur poshtë dekretin e presidentit, por edhe VKM-n e vet kryeministrit. Ju si e lexoni këtë lëvizje të kryeministrit Edi Rama? Kemi diskutuar, deklaruar në këtë që gjykata vetëm nëse do kësaj radhe do përshtyte mbi sovratin e vet dhe do ta pranote shkarkimin e Erion Velis, pa do pranote dekretin e presidentit dhe të vendimin e kryeministrit. Prapse ngelëm ka ajo ligjorja e cila normalisht se s'kishte ndonjë gjë për të diskutuar kaq gjatë 7 orë atje, por përfundimi ishte i shpejt, vendimi ishte shumë i shpejt, si rrallë herë, ndodh që t'jepen vendimet kaq shpejt dhe për mua ishte një vendim i parapërgatitur. Rama patjetër që duke parë situatën e Partisë Socialiste, e cila në sondazhet e saj ka një rënje drastike në besimin e saj tek votuesit, i leverdise mjaft mirë që para ta përdorte politikisht tashmë këtë lloj vendimi, Rama do ta përdori tash politikisht dhe Rama është vendimi i Ramës ky i gjykatës kushtetuese, nuk është i gjykatës. Sepse ai nuk donte që të bëheshin zgjedhje në Tiranë. Ai që i shpëtoi Ramës janë dy momente, shpëtoi sepse Ogerda Manasiliu nuk e dha dorëheqjen përpara, por edhe pse e dekretoi presidenti as e dha dorëheqjen si president, para nuk u regjistrua. Për sa i përket të Ramës, pastaj i cili i drejtohet Spagut apo së drejtësisë tashmë që të lërojë Erion Velin, ky është paradoksi, edhe gramat e fundit të Ramës, ato klifat e tij. Ato janë klifat e tij sepse unë nuk kam thënë që Rama nuk ka më forcë, nuk e komandon më Spaku, nuk është ai Rama i parë që e komandonte Spakun në mënyra të ndryshme. I kërkuar domethënë Spaku që të hetohet në gjendje të lirë, a thuti se ky vendos se si do gjykohet Erion Velia, do në gjendje të lirë apo në aty në burg. Pra, nëse do jetë vendimi për gjendje të lirë, do thotë se Spaku ka gabuar në arrestimin e Erion Velis. Dhe tashmë ai është hedhur në sulm tek Velia, duke i kërkuar Spaku që ta hetojë në mënyrë të lirë. Në këtë mesazh Rama e di shumë mirë që Erion Velia nuk del nga burgu, por ky është mesazhi që i dërgoi për Belinda Ballukun. Mesazh ndryshe, nga ky çfarë dha nuk kemi se ç'a marrim tjetër. Ajo që të bëm përshtypje është mbledhja që u bë mbrëm në orën 11 natës dhe nuk ka asnjë lajm për të. Po. Nuk flet askush. Mbledhja e grupit, po. Është bërë mbledhja e qeverisë, se janë thirrur në qeveri ata të gjithë në orën 11 natës për të justifikuar para qeverisë shkarkimin e Belinda Ballukut. Unë ju kam thënë edhe prapë ngul këmbë që Rama nuk ka këllçe për ta shkarkuar vet Belinda Ballukun. Ai jo më kot i ka kërkuar dorëheqjen e saj, se po të ishte ai në sekonde shkarkonte, se është firma e tij e vetme, nuk ka këpyt njëri tjetër. Kështu që këto janë mesazhet të koduara që Rama kërkon. Ky është një presion që i bën nga larg Spakut, përsa i përket duke u kamufluar me atë tashmë që Erion Velia duhet të jetë në krye detyrës, se bashkia duhet të jetë me kryetare, dhe thash në të njëjtën kohë që dihet shumë mirë që bashkia funksionon nëpërmjet Këshillit Bashkiak, pasi të drejtën për të caktuar nënkryetaren drejtuesin e bashkisë, pra një nga nënkryetaret e ka Erion Velia, nuk e ka Edi Rama, ashtu siç e bëri Edi Rama. Nuk janë kompetenca të pazëvendësueshme ato të kryetarit të bashkisë, nëse mund të jenë dy kompetenca, të cilat janë thjesht kryetarit, ati i dërgojnë shkresat në zyrë dhe atje në burg dhe ai firmos për burgu, nuk ka asnjë gjë të keqe. Por ajo që është kryesore, ai do mundohet tashmë ta luftojë këtë, do kërkojë atëherë ai do filloj mos funksionimin e institucionit. Po nëse institucioni vazhdon funksionimin e tij, Këshilli Bashkiak vazhdon funksionimin e tij, ajo që Erion Velia do të delegojë si zëvendësin e vet, do vazhdoj funksionin, nuk ka se pse duhet të dali jashtë. A ishte Edi Rama ai i cili u angazhua i gjithi që Velia të përfundonte në Spak, aty ku përfundoi,
dhe në paraburgim dhe ndërkohë qoftë edhe për shkarkimin e tij, i cili u angazhua vazhdimisht derisa e çoi edhe në presidencë shkarkimin e Erion Veliet. Si është e mundur që tani kërkon rikthimin e tij në krye të Bashkisë Tiranës? Jo, këta unë i kam qysh, jo më koti që i parapolitik, jo më koti që këta janë mësu me pazare, këta nuk janë mësu me ligj, nuk janë mësu me drejtësi, këta janë mësu me pazare. Po pra, çfarë po luhet në këtë rast? Po ja u shpjegoj, këta më mundohen për të bërë një rrëmuj, për të krijuar për të fshehur shumë gjëra të tjera nga prapa. Domethënë, tashmë ky e transferon gjën tek Erion Velia. A thua se dje doli vendimi i gjykatës kushtetuese. I thiri këshilltarët, po i thiri në mënyrë demonstrative ato këshilltarët e vet në Partinë Socialiste, dhe mas daljes nga Partia Socialiste ata shkuan në protokoll të bashkisë dhe bën kërkesën. Shumë gjëra u shkelën në mënyrë demonstrative. Nuk është puna si kishte vetëm një shkelje. Dhe unë jo pa tash ky është vendim i Ramës dhe Rama për të bërë këtë tallavi tani, për të përfituar nga kjo tallavi dhe për ta bërë tashmë sikur këtu u bën nami, ëh, sepse po t'ishte kjo gjykatë kushtetuese kaq prefekte, kaq zonja në vendimarrjet e saj, ajo ka hedh poshtë vendimin për portin e Durrësit, që është pikë strategjike. Ai doli kundra portit Durrësit, doli kundra Butrinit, ka dalë kundër teatrit kombëtar, ka dalë shumë vendime tjera që në këtë rast në këtë rast a e ka shantazhuar apo i ka bërë presion Erion Velia, i cili në gjykatën kushtetuese lart kuptohet që ka dhe një USB në qeli? Absolutisht nuk ka Erion Velia se çat presionin të bëjë gjykatës kushtetuese apo Ramës. Jo, Edi Ramës. Po pra, as Ramës, as gjykatës, as kujt nuk i bën dot presionin Erion Velia për sa kohë është atje. Erion Velia ka fol atje, ato u bën ta majnë xhep, sepse ka fol atje. Duhet të kuptojmë një gjë. Nëse dy vetë din një gjë, do dali se s'bët. Vetëm njëri, nëse vdes njëri, edhe ngelet tek pull që s'merret vesh. Po nëse e din dy vetë, e di ka avokati i Erion Velisë, nuk e din tjerë. Absolutisht, nuk ka presion. Këto janë llafe pazarit, thënë. Unë po ju them që Edi Rama e shfrytëzoi mjaft mirë këtë për të bërë këtë tallavan, për të mbuluar gjithë të pislliku që po bëhet. Ju mendoni se nëse Edi Rama do kishte gjë në dorë dhe tek Spaku, se të gjithë përplasin ke Spaku. Nëse Rama do kishte gjë tek Spaku në dorë, t'jeni të bindur që Rama do ta rrëzote Erion Velin. Problemi, unë ju thash, është politik. Nuk është ligjor, është politik. Çka do të thotë që Rama nuk do, nëse Erion Velia ka dalë me 60.000 vota para në zgjedhjet lokale, ai nuk mund ta pranojë që të dali, se ai për të fituar fitoni, manipuloni, po nuk mund të dali me 10.000 vota para, o Gerda Manisiliu. Dhe kjo quhet humbje për Ramën.